Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku zbulon sekretin. Ja sa vezë duhet të hani në ditë për të forcuar trurin. Konsumi vezëve është shumë i dobishëm për shëndetin e përgjithshëm, përmban të gjitha lëndët ushqyese thelbësore që kërkohen nga trupi. Për më tepër, vezët janë një burim potencial për të rritur marrjen ditore të proteinave. Ka disa efekte në trup që konsumi një vezë çdo ditë për shëndetin do t'i jap edhe ndikimin e saj pozitiv. Një studim i botuar në Journal of Nutrition zbuloi se të rriturit që hanin më shumë se një vezë në javë kishin një rrezik prej 47% më të ulët për të zhvilluar demencë të Alzheimerit, krahasuar me ata që hanin rradhë vezë. Studimi 6 vjeçar për mbi 1000 pjesëmarrës zbuloi gjithashtu se 39% e kësaj mbrojtje të trurit vinte nga kolina, një lëndë ushqyese e dobishme që gjendet në të verdhën e vezës. Prej dekadash vezët janë rekomanduar të konsumohen në sasi të reduktuar për shkak se ato përmbajnë kolesterol. Për vite me radhë, autoritetet shëndetësore kanë paralajmëruar për rrezikun e ngrënies së vezës nga frika se ato do të rrisin kolesterolin në gjak dhe nxisin edhe rrezikun e sëmundjeve në zemër. Por kërkimet moderne e kanë hedhur poshtë këtë, duke treguar se kolesteroli dietik ka ndikime minimale në kolesterolin në gjak për shumicën e njerëzve. Tani po zbulojmë se vezët në të vërtet mund të jenë një ushqim mbrojtës për shëndetin e trurit. Një vezë siguron 25% të nevojës ditore për kolin, një lëndë ushqyese që shumica e njerëzve e kanë në mungesë, por thelbësore për kujtesën, të mësuarit dhe funksionet njohëse. Ky studim sugjeron se veza, dikur e konsideruar një dëmtues i dietës, mund të jetë një nga mënyrat më të thjeshta për të ushqyer dhe për të mbështetur shëndetin afatgjatë të trurit, citon Journal of Nutrition. Veza është padyshim një nga përbërësit më të mirë për shëndetin tuaj. Një vezë ka 6 gram lëndë ushqyese, me të gjitha aminoacidet esenciale dhe bloqet në ndërtimit të proteinave. Veza është e rëndësishme sepse përmban ato vlera ushqyese që trupi nuk mund t'i prodhojë vetë. E bardha e vezës përmban rreth gjysmën e proteinave dhe shumë më pak yndyrë dhe kolesterol. Ato janë të pasur edhe me ushqyes të mirë për organizmin. Kjo do të thotë se vezët kanë më shumë lëndë ushqyese, vitamina, minerale, aminoacide për kalori se shumica e ushqimeve të tjera. Përmes një veze do të merrni proteinë me cilësi të lartë, selen, fosfor, kolin, vitamin B12, antioksidantë të shumtë të cilët ndihmojnë në mbajtjen e qelizave tuaja të shëndetshme. Vezët ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e niveleve të kolesterolit të mirë. Kolesteroli i mirë i quajtur HDL, duke se rrit edhe njerëzit që të hanë 3 ose më shumë vezë në ditë. Kjo e bën më të vështirë për gjërat e këqija që t'ju lëndojnë. Vezët ndihmojnë në uljen e nivelit të triglicerideve. Mjeku juaj ju teston për këto së bashku me HDL-n dhe LDL-n. Trigliceridet e ulta janë më të mira për shëndetin tuaj. Ngrënia e vezës, sidomos ato të pasura me acide yndyrore të caktuara si omega 3, duket se ulin nivelin tuaj. Vezët ulin shanset e një goditje në tru ose në zemër. Edhe pse studimet të ndryshme duket se tregojnë vezët në përditshmëri mund të ulin rrezikun për të patur goditje. Në një studim të fundit, njerëzit që hanin në ditë të paktën një vezë kishin pothuajse 30% më pak gjasa të humbisnin jetën nga goditjet hemoragjike krahasuar me ato që nuk i hanin. Vezët ndihmojnë në kontrollin më të mirë të peshës trupore. Në rreth 70 kalori për vezë, e dini saktësisht se çfarë po merrni. Shtoni vezën në sallata me disa feta bukë dhe keni një drekë të shpejtë dhe të shëndetshme, e cila ju mban të ngopur për më gjatë, e cila do ju bëjë gjithashtu të evitoni edhe kilogramët e tepërt. Vezët nuk janë të shtrenjta dhe mund të përballohen edhe nga të gjithë, por ato do të ofrojnë edhe përfitime të mira për shëndetin e zemrës. Në përgjithësi, njerëzit që i konsumojnë vezët ulin shanset e tyre për sëmundje të zemrës. Edhe njerëzit me prediabet ose diabetin e tipi 2 ishin po aq të shëndetshëm nga zemra pas një diete të pasur me vezë të krijuar për humbjen e peshës.
Në një studim të fundit, njerëzit që hanë të paktën një vezë në ditë kishin pothuajse 20% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje të zemrës se ata që nuk i konsumonin. Vezët janë një produkt shumë i mirë ushqyes, të cilat do t'japin edhe ndjesinë e ngopjes më të madhe. Nëse doni të qëndroni të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës dhe të mos konsumoni ushqime dhe vakte të shpejta, atëherë shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj sigurisht që do të përbëjë një faktor ndikues pozitiv në rritjen e vlerave të ngopjes, duke u mbajtur kështu edhe më të plot për orët në vijim. Konsumi i vezës në mënyrë të rregullt sigurisht që është një alternativë e çmuar për shëndetin tuaj. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 vezë të tilla çdo ditë. Hapja e mëngjesit me një vezë do të ndihmojë që të ndjeheni më të ngopur. Kjo do ju bëjë që të hani më pak ushqime të shpejta gjatë ditës. Për shembull, mesatarisht adoleshentët që hanë një vezë të zjerë në mëngjes konsumojnë rreth 130 kalori më pak në drekë, e njëjta gjë vlen edhe për moshat e tjera. Vezët janë një ndihmë mirë edhe për shëndetin e syve. Mjekët e dinë se antioksidantët lutein dhe zeakanthin ju mbrojnë nga marrja e sëmundjeve të syrit si katarakta dhe degenerimi makular lidhur kjo me moshën. Gjithashtu ato i përmbajnë edhe perimet e gjelbra në kombinim si spinaqi dhe kaleja dhe përfitimet e tyre në shëndet do t'jenë të dyfishta. Por vezët janë një burim i mirë për shkak të yndyrnave që kanë, lehtësojnë edhe përthithjen e elementëve ushqyes nga trupi. Vezët ndihmojnë në forcimin e trurit. Vezët kanë vitaminën D, e cila është e mirë me lëndët e saj gri dhe vështirë për të marrë nga ushqimet e tjera. Ato kanë gjithçka që i duhet, kolin, që ndihmon qelizat nervore gjatë edhe transmetimit të sinjaleve. Kolina gjithashtu është e rëndësishme për grashtatzana dhe gratë që ushqejnë fëmijën me gji, për shkak të rolit të madh që luan në zhvillimin e trurit. Konsumi i vezëve të zjera është alternativa më e mirë për shëndetin tuaj. Gjithashtu ato do të ofrojnë edhe mbrojtje mjaft të mëdha ushqyese për organizmin në tërësi. Vezët ngadalësojnë procesin e plakjes. Kjo është e dukshme nga uluntimet e kryera nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga mosha 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt që konsumonin vezë, rrullat rreth syve u zbutën dukshëm. Vezët janë një ndihmë shumë e mirë shëndetit tuaj në rast se doni të hiqni kilogramet e tepër. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori dhe me vezë për mëngjes, humbisni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë të gjatë duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve të konsumuara brenda një dite. Vitamina B, që gjendet te veza, mbron lëkurën, flokun, madje edhe mëlçinën tuaj. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tërshme ushqyese që gjenden te veza kontribojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmban veza e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë për të marrë këto përfitime. Vezët ndihmojnë në absorbimin e kalciumit. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidomos në qoftë se ata zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek veza, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat, gjithashtu edhe dhëmbët. Shikimi do të ruhet falë luteinës që gjendet te veza. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të atë të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Ekspertët këshillojnë që të konsumoni 1 deri në 2 vezë çdo ditë për të marrë përfitimet e tyre ushqyese, por forma më e mirë për të konsumuar këshillohet ajo e zjerë për të evituar edhe yndyrnat gjatë gatimit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.